Festivali Rinori i Artit Plus On Stars rikthehet këtë vit me një format të ri dhe me pjesëmarrjen e të rinjve nga i gjithë qarku i Korçës. Në organizimin e Këshillit të Qarkut, eventi mbetet një nga aktivitetet më të rëndësishme artistike për të rinjt, që duan të promovojnë talentin e tyre në skenë. Në Maliq, përgatitjet kanë hyrë në fazën përfundimtare. Pjesëmarrësit shprehen të emocionuar për performancën e tyre dhe besojnë se puna intensive e javëve të fundit do të reflektohet në skenën e festivalit Plus On Stars. Kemi gati 2 muaj që bëjmë prova intensive çdo ditë. Jemi angazhuar edhe në fundjavë për prova, duke punuar me kërcimet, aktrimet. Për kërcimet na ndihmon edhe profesor Bardhi dhe shpresojmë që ta fitojmë, pse jo. Të gjithë pothuajse kanë marrë pjesë edhe në aktrim dhe në kërcim. Janë 2 kërcime dhe aktrimin e kemi punuar me regjisorin Mario Çasi. Qeni vështirë për shtat janë në rol? Jo, e vështirë nuk ka qenë, me thënë të drejtën, sepse unë kam marrë pjesë edhe një herë edhe vit. Në këtë do me thënë është era e dytë që marrë pjesë edhe nuk është e vështirë. Në kujdesin e regjisorit Mario Çaçi, të rinj do të prezantohen në festival me performanca në kërcim dhe teatr, duke sjellë në skenë interpretim, emocion dhe energji rinore. Jam edhe skenarist dhe regjisor i kësaj shfaqje. Shfaqja titullohet Pushtuesit zjarr dhe hi dhe sinopsi i shfaqjes bën fjalë për një ushtri hapësinore që sulmon një planet me njerëz primitiv për të marrë të mirat dhe mineralet e asaj toke dhe në këtë mënyrë shkaktojnë dhe vrasje dhe gjakderdhje në atë planet, duke qenë se ata janë njerëz të pambrojtur. Njerëzit e planetit të lashtë i kam simbolizuar si i lirë të lashtë, duke dhënë edhe ato traditat tona, sepse i sulmojnë në festën e luleve dhe kanë futur dhe vallet tona tradicionale. Mesazhi që kjo vepër përcjell është që çdo kush duhet të jetojë në paqe dhe nuk duhet të ketë luftra, meqense jemi edhe në kohë shumë të brishta. Sipas organizatorëve, synimi është që përmes këtij festivali të nxiten talentet e reja dhe të krijohen më shumë hapësira për bashkëpunim artistik mes të rinjve të qarkut.